Po tasht unë sapo erdha nga lokacioni ku është zbuluar arrez e re masive. Deri tash janë zbuluar të paktën 4 trupa, të cilët pas ekzekutimit janë hudhur në një grop qereqi. Ekipet, hetimet, forenzikës, njësisë ligjore, qoftë Republikës të Kosovës, qoftë në ndihmën edhe të ekspertëve të Rexit, janë duke bërë punën e tyre si është më së miri e mundshme. Hetimet për kriminalët që kanë shkaktuar këtë krim do të vazhdojnë. Ne nuk do të ndalemi derisa nuk zbulojmë edhe të pagjetur në fundit, por pashtu nuk do të ndalemi derisa secili kriminal të paguaj për krimet që kanë shkaktuar, posaçërisht për këto krime ku gjatë ftoftë kanë ekzekutuar jashtëpafajshëm dhe pastaj kanë punuar që ky krim të fshihet. Siç kam deklaruar edhe më herët, tashmë është dëshmuar se Serbia është e njëjta Serbi e cila ka shkaktuar krimet e luftës në 88-99. Ajo nuk po ndryshon dhe përveç se është angazhuar që të dëmtoj, të vras e të spastroj Kosovën nga shqiptarët, tashmë gati 3 dekada është duke punuar në vazhdimsi që këto krime të fshijë. Është koha e fundit që Bashkia Ndërkombëtare të rrisë presionin ndaj Serbisë, ndaj qeveritarëve të saj, në mënyrë që e vërteta për gjitha këto krime të zbardhet. Ne nuk do të ndalemi dhe të cilin drejtësi për secilin viktim të luftës së. Ministër, a ka dyshim ose a ka informata se kujt i përkasin këto mbetje dhe a është rasti i njëjtë me të kaludrës? Distanca mes lokacionit të masakrës së parë dhe varrezës së parë dhe varrezës së dytë është diku 900 metra. Është e njëjta lugim e pronit, gjë që bën për të dyshuar që kemi të bëjmë me të njëjtin grup. Por ju kisha lutur